Përshëndetje miqtë dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Impossible, podcasti i parë shqiptar për sa i përket tregtimit në trevat shqiptare. Si gjithmonë jam këtu me Leonardin, Jonin edhe Redonin. Përshëndetje. Para se me fillu, Redon për shkak e munguej në kalume. Se. Kos me kesh, babo. Kos me kesh, ku men herë. U kry e thirë prindin. Na ka munguar Redoni në kalume, po që shkina lon, ki e lon. Ki ka me lon. S'ka lidhe, e paguj. Paguj, për ndryshe. Sot me shtë ndërum kemi me full edhe këto e pikat e rëndi ditës qashtu që shë e bojmë gati si qdo javë përveç pyetjeve dhe përgjigjeve sa e përket neve dhe juve që përna shini tani drejt për drejt edhe për juve që përna shini pasi që ta publikojmë episodin në YouTube. Kemi me full pyetje përgjigje si gjithmonë. Kemi me tregu do me thonë një prej antarëve sot prapë është bëhu fundet për një kohë shumë shpejt që ka qenë, po ashtu kemi me pas një spjegim shumë të vogël, ditën e hanë sot, zakonisht na nuk e tregtojnë ditën e hanë, amo sot, qa me bo? Sot im qelëm syt, pa. Sot im qelëm syt. Edhe do me thonë që shtu kësmet kada dal e vazhdojna. Para se me shku me pikat e rendi ditës, kemi diçka për juve, një kod veçantë me këshyr, a keni boju diçka, qysh keni kalu javën e kalume, bombardona me video, me sene, me kështu, për arsye se na për qëto edhe për e bojmë podcastin, edhe çka do që mundemi brenda mundësive, brenda nevojave, jemi këtu. Edhe çka do që keni naj pyetje, naj diçka, leresht muni me adresu. Okej? Deri sa ta bëj gati djem, këshyni ta bëj gati një këtu, këshyni jo shka qyshe e te. A penis me tregtimin, a penis me atë që bo fondet? Nuk e di. Këta zakonisht ta kanë qef qarta, si ti qojnë qarta këta... Që me tregtim, këta ndrojnë apak. Ajo s'është kur gja, ajo është qysh me thonë, është diçka shumë normale të na qysh bojnë fondet e senet e kejt. Është një tregtim që e kemi bo ditën e sotshme, e kemi mendu para se mja nisi java, normal e kemi kështu. Dhe ka rezultu mirë, kemi pas në disa konte, edhe në një prej tyre na ka rezultu do me thonë me trailing stop loss, do me thonë profit, se na e kush menon që kështu. Edhe u kohë diçka shumë interesant se tek profiti jonë nuk u bo për 1.2 pipa. Dhe me thonë kjo ndodhë. Shërë interesant. Është i vetëmi sen që e bën e selti. Po, të akonte tjera kemi ndalë, është një tregtim si u qelë java, dingi jonë edhe që kom shku, dhash, vesh tullet sveti. edhe kemi bo. Zang. Po para se me nalë, që ju zesh edhe ka sigur të u. A janë, s'pedi. Po, hoj. Se zesh? Pa, kjo është i mirë informum, veç, ati që ka mu bo. Pa e trena i pse, për shumë ka thonë. Edhe qështu për ndryshe para se me bo, neve mundi me na kontaktu për çka do që dëshironi në rrjetet tona sociale që është TikTok i tash, nëse dëshironi me na bo follow, e jam dim për nder, po ashtu e kemi rrjetin social YouTube me na bo subscribe, Instagramin follow, e kështu me ra. Për ndryshe jemi po ashtu aktiv edhe në WhatsApp, në numrin e telefonit ose me thirrje +383 48 77 89 77. Edhe pikej këtyne në fund mundi me pa website-in ton, i cili është profesional për sa përket neve, që mundi me bëjmë ndonjë termin konsulte prej atyt, e kështu me ra. Përndryshe, se kemi pas shumë termina këtë javë Redon për djetore, sena nuk e din që djetori mbyll që... Për djetor nuk ka ma. Do me thonë, kë vet ka përfundu gjithçka për sa përket mentorimit. Tash vesh për këtë. Tash gjithçka kushdo që është interesum është vetëm për mars. Edhe ashtu se na I kemi veç 3 grupe në vjet, plus verën në pushim, si gjithmonë se
Na mjaftojnë. Po edhe dikush 3 grupe I kryjnë për një muj ditë. Amo, çfarë të kryjnë I bën, apo na I kemi Mars, shtator edhe dhjetor. Mars, shtator, dhjetor. Tashmë viti 2025 është kompletu këtë, ka shku që shumë të njëra më e mirë e mundshme, edhe faleminderit Zotit edhe anëtarët po dëgjohen edhe po tregon që janë tepër shumë të kënaqur për arsye se në fundit është kjo çka na e bën për çfarë arsye. Ta dhjetorit po ashtu mëngjesit po presin me Po domethënë sot e hëna 6 ditë. e hëna, a ose e hëna? Sot një javë bjen. Sot një javë fillon gjithçka Kur Gjono ko Big Brother, çka do të jetë? IP University. Çka do të jetë? Përshëndetje Edison. Kur del në YouTube po thot Agnisi. Ha? YouTube kanë 24 orë, po. Edhe 40 vjetor, jo me brut se edhe Çfarë gat po dogo ty, ja? Çështu po na thojnë plot. A çminis ka dole janë me një diçka shkoj me një test. Tregoni që a jeni tu e po, a jeni tu ndëgju, e kështu me radhë. Po të ndëgju tona, okej. Bravo. Okej. Zeqiri që na komenton e kena shumë legend edhe e ka ditë që tregtimin e kemi na e u konë diçka shumë I mirë, u konë një tregtim shumë I mirë, veç pak që të ta bojna gati një sekund, keni dorem lëna qëra ka naj pyetja, naj diçka, naj sena. Jo, mos tani nga Agnes. Ke hinë kohë, edhe na sa kena hinë që 50 minuta, ha? Po, amo, e nësë tash veç sa kena fillu qështu. Para se një anis ka zërbe që të prop me marrë tjetër përveç fondet X. Fondet next. Ta nga varë, future se sene, kjo është gjeti. Po Leonardi. Fondet next. Fondet next. Funding Pips. A banë funding Pips? Po, qështu. Alpha Capital. Alpha Capital grupi. Nëse Breakthrough Capital. jashtë Kosovës, FTMO aja dihet. Breakthrough Capital është Është çështo. Po vonohet. Është në portokall Breakthrough Capital. Me mo FTMO në Kosovë s'ban. Po ata që janë jashtë Kosovës s'ban me përdor. Që Breakthrough Capital çështo është. Shka kove që kjo me zotra e bo. E vogël. A da një kinga veç pak se që to shkoj kemi vak një kësish, ne? Ja, seshte. Hajde ta bojmë qështu. Në kove naj pyetja, jo. Ashtë I mirë vëtë morgës. Që Shqipëri dhe ka ban FTMO. Ndokut po. Sa kom njën e po. Po. Ndokut po. Okej, ka da një veç pak. Qita është veç se jemi duke e bo këto. Okej. Edhe njëherë është mirë me na tregu apo duket a s'po duket a qysha tek. Për konfirmim. Na kontaktoni ketë apo duket a s'po duket, si duket. Jena më regu. Njën minë është. Ha? Minë është të do. Këtu, sot dita e honë, u konë diçka shumë interesante, kemi prit reagim gjithsesi, edhe është një analizë që na e kemi bo, po ashtu e kanë për detyrë, do më thonë, edhe vetë pa neve, për arsye të informacioneve që janë të mora, me pas edhe prej grupit, është pra qarti I Euro USD-s.
Okej, janë ka gjatë do detaje qyshe tek, po mos me tregu për detajet, e tregujmë kështu, e kemi pas një range që është marrë ditën e premte me një orë ka gjatë mirë, edhe ka qenë pjesa, nëse më gaboj, pjesa më e fundit e javës. Po, okej. Kur është hap kjo javë, që shpo më një me po? Moment që është hap javë. Shpak, qështë do të, okej. Këtu e kemi pas një 4-hour range, apshin, dhe që kjo lo, që dit, nuk ka pas më marë. Sidomos që dit, kjo është protected, u konë për mëngjes. Tash, kur gjithmonë çmimi don me vazhdu me një, zakonisht për 90% rasteve manipulon. Po, nëse nuk mundet në time frame të mëdha çashtu qysh e ka bo më herët, edhe ka pasë sentijet të lexuar me senet e tjera, e bën diçka në time frame të vogël, pak më të vogël siç ato. Edhe ashtu qysh e po, edhe qysh e shihni tash, kjo ka ndodhur në 4 orë time frame. Nëse shkojnë në 15 minuta, që kjo konë candlestick që unë e kom hitë këtëm, që shko më një po, edhe nëse shkojmë kështu, atëherë, e shofëmi që qaj 4 orë lo, shiko që është marrë në mënyrë minimale, qëto, nëse shkojnë 4 orë, nuk e di sa po duket e jo, që këj 4 orë candle është marrë, me qëta, në moment që është marrë, tak, atëherë, veç se kjo ka mjaftu më konë low of the day. Kur është hap, pra që kjo ka qenë low of the day. Brokere pak se di që pas ka vo, se unë i kam dhe më thonë këto edhe krejt, që asi, po do këtë super diçka minimal, edhe që ka qenë pjesa më e fundit e javës. Në moment që e ka bo tik dhe unë mbyll nalt, kemi ekzekutu. Po kjo ka ndodhë në disa akante, ku njonin e kemi pas teri, qëto e kemi pas take profitin, qëto, u konë, u konë qëto një take profit, kështë deri ku në ka ardhë dhe nuk e ka arrit, deri sa kemi nalë në vet manual. Qëto, parana. Tash që kjo është një pjesë ku, sidomos tregtarët e ri, në aspektin psiqik, kjo ndikon krejt, po në aspektin psiqik i munon për stepër, ne ka po kur të shkon do me thonë, deri me një vend kthehet, jo kështu, jo a me nal, jo s'bën, jo, a bëden, janë 100 sene që dikush mundet me menu, po kjo ndodh gjithçka me një arsye. Për shembull, që tash që ka bo aty double top. A vedeni, ato të mas fort du të me formu, du të me manipulu, du të me fute ata profetin shtash, jo me 0 bit. Po, amo dhe pak. Edhe, kjo vetë se ka ndodhë, po në qëta konë, që ta sheshin edhe ekzekutimin, si gjithmonë, qëta që e kemi bo, e kemi ekzekutu, pra qëtu ka qenë ora e natës, dhe më pas e kemi ndohë diku me një pass reward ratio, edhe nëse shohim 4 orë, shikoni, që kjo u konë range-i, që është bërë të ordosu. Edhe, që kjo u konë likviditeti final. Apëshini ku e nërë tregtimi, tash, është marrë kjo pjesa poshtë që kjo u konë protected. Qëfar ka ndodhë, një candlestick brenda u gjenu likviditeti, është marrë kjo minimalisht, tak, që nëse shkuna me 1 minut time frame. Qëto ka ndodhë një proces, edhe në moment që është bo, kemi ekzekutu stop lossin qëto, se kemi di që mo nuk merët edhe shikoni. Në anën tjetër, pra, 4 orë range është marrë likviditeti, edhe 4 orë high range është targetu pastaj, dhe këto është në anë tregtimin. Qashtë të qysh e pot, qysh e kemi marrë. Që ka qenë një tregtimi mbyllur, dhe me thonë, kemi pas këto pozita në akonte tjera, kemi bo qëto të qëky candle, të një akont tjetër kemi bo të qëky candle. Dhe me thonë të këto të dyja, stop lossi ka qenë safe, edhe u konë i tregtim me probabilitet të naltë, dhe me thonë këto qëky është një reagim
interesant që e ka bo, sa përshini këtu ka likuiditet. Pse nuk është marrë që kjo u konë arsyeja GBP-USD, për arsye se këtu u konë një SMT në daily edhe nuk është bo. Për atë arsye e kemi jetu që nuk do të merret të paktën ditën e sotme. Ky ka qenë tregtimi jon, edhe përveç kësaj na jepni 1 minutë kohë që ta marrim edhe ta dërgojmë. Këto janë si e unë falë savon veç e kom dërgu, nëllë? Në në shumë të apëshit mirë në të... Po, mirë, shije që. Shore në 6-14 e kom dërgu, mirë më gjesi dhe mirë se u hap dita e java e re, EU Actual Low of the Day Firewall Ratio, bëje dhe jam duke e hold në akontat e tjerë. Sheni që kjo është e dërgume në grupë të 6 mëngjes. Që kjo ka qenë, përsa e përket, ditës së sotit, tregtimit në Euro USD, që ka qenë pjesa e low of the day. Sa interesant jënë kjo do me thonë, bohen në përkohë interesante, kështu po, pse e kom tregtu si është hopjava. Se pikrisht edhe aty është një kohë, halo më interesant. Po da, nuk është që të shka gjenë trade view. U konë shumë interesant. Po konë e pytja në ajsena, jo. Kom shure e pero dhe ka qëtë ma lonzë, nik ma qotë. O i lonzë. Ma lonzë s'kallë, Kom po do komente, po më do këtë podcastin e kalum që dhe ishen Nezja Sessions, si avinas me këshyrë, se s'ka ku një farkohen. Kjo asë Asia, nuk u ka Asia, para Asia. Po. Jo, bese ka. Ekzistojnë dhe më thonë do intervale kohore që janë specifike shumë të mira për tregtim, edhe Nezja Session. Po ashtu edhe Candle Open, Bitcoin Open e kejta nga, po du të me ditë gjithmonë. Që kjo u konë OTA e javës kalume, që i bjen momentalisht është edhe low of the week. A vedin, po low of the day është kështu me ku është? Që me peqat, me në shkret. Fot ma bad. Veva. A bën me ditë shka ke marrë key level që trust. Key level? A bën me... Hen, këshore, 15 minuta, një, liquiditeti 2, edhe ajo koha interesant 3. Shka po të villon? Jo, qëllar kësh. Ejgjën ka njëra dhe më konë shumë i sehet. Veç du të me ditë ku, gjithë shka ka dzekri ka e ka kohën e vetë, gjithë shka. Kjo Prishtinë e vagëlla. A konaj CSGO? Jo, bre, jo. Nuk ruda ato në për kafeneja, në për senin, nuk ka sish në ato. Kur një jetë në kom lujt. Që? Që si CSGO, që si 3. A dhe në këtë një pijgjash, po. Kur një jetë s'kom lujt. Edhe ju që s'tu... Sakaturi dhe i gjasht. Po, be, ku shka është gjithë. Jo, Të në s'ka vit. Ti në shkisë lobin të alivin. Mish lobin. Va. A mund është me identifiku key levels edhe në 4 orë. Edhe në monthly mund është me pas key levels. Shumë e të forë. Shka është lonza më reberace. A e bënë test në final. Po, bruda. Po, e kanë kryer, e kanë... I kemi morë dhona ato është. Përshëndetje Presheva. Për Preshevës. Përshëndetje. 159 janë candles të mirë, a janë? Jo, valla. Të mirë, valla. Mirë. Po dush, halo ma thell me i, se 159 që. Halenz? Kjo Prishtinë. 159. Një grup Snapchat e kem qashtu. 159. A po që nga veqin kushën një që kushën në. Kim Prishtinë. Qa bën jo na? Qka mos vla? Kjeda nga ba. Koha veç po i, s'kina ku, ka ba kejta tu. A përshë e studio dhe më dhonë. Trektojna, këndojna. Qëre bruda me shaki pun këto? Valzojna. Qëre?
edhe s'tash e din. Ndrojnë Allah me. Jo, vela, po ndrojnë. Vela. Tash, për shkujna që e kena një person që na e ka bo, na le vetëm pak, që rini me këto unë që thash, ka na vesh pak, që Discordi që të janë tregtimet fituse, që kjo është një skall një javë për para, që unë e kom bo edhe e kom byll, ju në konë tjerë që këtu konë mitigation of high low day, që redoni e ka zonë 7 reward ratio, javën e kalume dhe thonë, edhe javën e kalume këshore njëni pe antarëve tonë 1/8 reward ratio, që kjo është, për çka po du, unë me dalë, është me dalë edhe me tregu për sa i përket këti që është bë sot, do me thonë, fundet, është marë, edhe që kjo është person që ka qenë, do me thonë, edhe është person që tregton me futures, që akonte ka të një pasnjëshme, ka 5 ka dhe, do me thonë, në fillimin IPO-s, mas disa dite është bo $500,000 fondet. Do me thonë, vetë akonte ka 50,000, sidomos tash. E këna një pyetje, a mundet me kuptu gjithë kur CRT nëse hente jo, a mund mos me konë për këtë strategji? Do më thonë një njërë nëse hente jo? Nëse edhe të na nuk e kupton. Po, esenca është që të na kemi këta llojet e mundshme edhe të moshave, që i beson kena këta llojet e familjarëve vetëm me fëmijë, me kështu, po esenca është se mësojnë strategji me një candle poshtë. Po do të na si aty janë fund sot. Pse të shtojmë një? Pse se është ka arsye tjera. Te na mësohet në fund ajo. Paredon, na mësojnë në fillim qysh me kuptu çmimin logjik që tana në post, atë na asnjë nuk tregtojna me pattern trading, apo den. Çdo më thon vesh e ke poni asaj ti bum nalt ajo do më thon të shton. E kur ti vjen koha ose kur bëhet diçka ose nëse atë veç se edhe ndo. Ç'kjo është këtë esenca e komplet. Te na mësohet komplet anatomia e candlestickit e gjithçka tjetër, do më thon. Qysh lëviz çmimi, pse lëviz çmimi, operacione lujna candlestickit, me zemër. E keni në YouTube çasi lektu në YouTube shpjegimin e candlestickit. Kush din, kush menon që ata që po na shkruajnë tani gjë, që po janë average, vetëm çu është epizod. Në YouTube candlestickin e ke bëu edhe key levels nëse nuk jam gabim. Çato kush e sheh, kush e kupton çka thon, çysh e thon, ai automatikisht përmirëson tregtim. Unë e them çat video, them. Sot ndryshon mënyra juve, rezultatet e juve këtë në tregtim. Piç asaj video, se në grafika do të më tregu. Ky nuk e dia ku ka. Po, do të thotë por mundi më kuptu kur kush ta vesh për veti mësoj, duhet me kallëzu me grafika, me tregu çata njerëz dojnë. Po për me tregu me grafika me gjithçka, janë i kena në universitet edhe ata i mësojnë për javës dhe në Po ishtë në universitet, në podcast, i edhe epizoda janë, veç që në kanalin YouTube edhe, kështu jo, e dim që s'po thu keq, amo hinë këshyri keq, masi ti këshysh keq, nëse s'dolin që ashtot ta na thujëm edhe na e mormi këto si kur kritikë. E ka zoni që ata krejt që ka e dini respekti, po thot vlerimi. Vlerim, këto qëfar informacione ka, ocean, do me thonë këtu tanë jetën shkon one i pare edhe këtë tanë jetën gjithë ka diçka kështu. Po, për sa i përket pjesën unë për çata na garantojmë që jo në bazë paketave që i kena, në bazë kohës që bani 6 muaj dhe 1 vjet, komplet ju ndryshoni 500%. Edhe mësohet gjithçka. Që mësohet e na su konë asnjëherë përpara dhe është fakt kjo. Do të thonë live podcastin që e kena bëu, na është problem, do të thonë sonjë na ka shumë që është, do të thonë ka kuptuar se ne kështu me radhë, dhe është. Jo. Unë s'jam vallai një minutë. A pritet me bot trade mas 6 mujosh? Tavolin që ka që. A pritet me bot trade mas 6 mujoshit, apo mund me koni gatshëm në periudhës të universitetit? Mas 3 muaje mund është me fillu. Ty na nuk përzimi do të thonë kështu, na kena rregulla, amo nuk mund na kërkojnë në shtëpi me thonë na lë besës. Mos tregtohet, ja vëdet. Kjo është një kufizim i përgjithësisë, po
bashkë kështu, që me fillu me apliku edhe analizat edhe tregtimet, po du me thonë në bazë mentorimit, mas 3 muaj mund automatikisht. Për ndryshe, na po thujmë se ka persona që mas 29 deri 30 dite na kanë analizu high the day, high the week, high the month. E keni fakt, e kemi postuar në TikTok e kështu me radhë. 90% me persona edhe mrena 30 dite. Po, mrena 30 dite që i kanë arritur sukses. Sa pyetje mirë, po vetë Valoni, a mësohet e ju disiplina, problemi është me disiplinë. A mësohet e na i rëdhën edhe janë të mësohet që kjo, domethënë, mas këtë sene tjera që spjegohen, është edhe një javë ditë që tash jena aktiv të shpjegoj. Po, që spjegohet edhe mënyra psikologjike, shembull, ku secili person ose tregtar kalon përmes çastymeve çshmeçujt. Po emocione, po, çastymeve vështirësive. Domethënë jo vetëm teknike, po edhe psiqike. Çashtë, edhe jo vetëm llafe, po edhe me video, edhe me sene, edhe me shpjegime, edhe me krejt. Sidomos kur fillon me apliku këtu, pjesën teorike, normal që dikush e ka më shpejt, dikush më ka dalë, po me shku edhe tana henez që kjo aplikimi i kësaj, henez fillon çdo psiqika, se mundet na një apshe. Te profetu, po, kthehet komplet. Çka bën ti? Ku jo çka jo pelokit. Jo, unë ai, tim çish njihet njerëz na nuk jena robota. Amo, ajo kryet kalon vjet tjetra, ai sot me nisna më bëu emocional për çdo tregtim që e bëjmë me hub me ana kthej. Jo, maja, çdo ditë atë. Okej, që kjo është esenca. Tana kur të fillon domethënë pasi që fillon duke përfunduar mentorimi janë gjysa e asaj është veç se eksperiencë këto në aplikime, sidomos që to merremi mas shumti. Po për ndryshe, kemi javë ekstra në plan program, kemi tema ekstra në plan program që na tregojnë për psiqikën, që na tregojnë se çfarë ndihni, çfarë bëni, çfarë përjetoni, edhe se çysh do të më bëj. Është interesant. Shembull tregtim shumë kanë është më mirë me ditë çka mos me bë, se çka me bë. Se na automatikisht e dinë që pi probabilitetet për 90% më shumë dështu. Pra i vjen që më shumë gabime se vendime të mira. Që na do të këto po ka valla babi që në Google para 10 vjetë pa ditë jam minus 6.000 euro, tash jam su. Shqyr bruda, këto është diçka që do me thonë gjithkush e kalon, edhe është i vetmi sen që së të mëso kur kush ish është eksperienca, koha që ti sa kalon me që ato serioziteti për kushtimi që e pi. Për ndryshe tjera të kejta vo. Qysh në në për sot se së më ju përcjeli edhe juve edhe Big Brother. Lenza nuk e ka lafa të vlerësire, e ka fakt. Amo që kështë të përmen edhe është shumë interesant. Nështë edhe prej ta lofim, sorry. Shumica prej antarëve ju ka pëlqy shumë ma shumë shpjegimi i anës psikologjike, se këtë kanë gjetë vetën që aty do më thonë, se çdo tregtar më kalon përmes çasoj eksperiencë. Shumë të që aty kanë problem. Ç'është? Ka dikush është i min teknik e fajsëm psiqikën. Ka dikush e fajsëm psiqikën teknik s'deneq. Për që ata kjo është e shti, se ti dush me pas stabilitet të të dyre. Mu paskon let ishim bo krejt, na thujmë gjithë, ata në ashtë mu bo krejt. Pozición, sa e ke bon statusa, professional, expert, doktor, shkjence, trader. One of one. One of one. Kur tak, që është? është pak zërë, kur që njësë me hupë se ta në mësohësh. Po ati që është kjo, këtu pa hupë s'ka, sigur me pas një biznes, ti pa investu në të me hupë një herë, së në fiton, ama kur që njësë me fiton ma shumë se sa që ke investu. Se, ku e kom me këta s'ka mare leja, se. Qa po luni, letra. Besas në rëtonë, që shko me në të shpokën. Dhe që shta kësa së pishpërigin Lonza, me stere vaj. Ku ne më në pishpërigin Që shko me? Po, të pishpërigin jashta gjurë. Kur njët. Tash është dimre, qaj, e pishpërigja, nej. Okej, ba, një vend. Në drejta të shve vritë. Qa dhe ka? Në drejta. Bo një vend. A mund të pas strategjia në periudhë të keqe 3-4 muaj BE ose minus apo ka problem? Jo, strategjia është perfekte. E di mund të më do kështu. S'po them strategjia, sistemi është perfekt, është mënyra e vetme që funksionon kjo, po 3-4 muaj e një ditë e një javë mund të pas problem tregtar. Jo sistemi.
A ke po ka persona që janë sistematik tregtojnë retail, ma bazik punë shumë support existencë, po kanë sukses. Si janë tregtorë disciplinu, ka për i tyni. Jo shumë po ka. Amo esenca është gjithmonë, ka strategji që kanë ma shumë përparësi në treg. Se sa tjerat, amo esenca është që logjika relativa, sistemi është perfekt, vetëm tregtori është ai që gabon ma shumë. Përshëndetje. Sa shpejt Ka pas ka i kishok që jo në avë. Aj, po sa shpejt edhe është bëbëjën. Jo, po thëmë sa ranë, po bëbëjën. Ku jetë i po për me ndo? Dajes is. Kuja kesh po isën, a i kesh po dajneve, po dollë. Po dojnë të zane. Dojnë. I mjë qesh. Që të mu fajso vetën asë një sistemi. Bravo! Kush e thave Që kjo është edhe fjallë për mbyllëse. Bravo, që sa mirë tha. Edhe njerë për sërit e leon. Gjithmonë fajso vetën asë njëherë sistemi. Mund të njerë dhe pak, më ushtru ma mirë dhe du, Një orë letrare kja majtë. Cëllë janë lost streak i Juve. Pyjtja është gabim bashko. Po menon sa streak? Ja, pyjtja është gabim son, më nëshme thonë, kur, më nëshme thonë. Shënë Ropuqukje. O legende gjina këto. Kjo është... Ropuqukje. Na ndjek gjithë shumë respekt. Kingi Glorias. Po më do këtë... Veç pak be... Qa me bomba. Bojan, ja pa shkoj. Rejde, ja pa shkoj. Hajde shkoni pro. Ja, pranojmë na ashtu. Bojar, që shkena be? Bojar. Këshëre, bujke. Hajde osna ke që më ngër mesh. Ku mëre ku i mëre o bujar? Dhe kë, qa ban për mesh? Asig. Lyp mesh kja. Kjo Prishtin e vogëna. Rrugët kanë menata ku. Lodhi ma se dima. Këshëre mëre, ju keni marrë pare o djemë. Një 20 lirë dush. Okej. Qysh? E ngulli vetën bujari. Se? Jo tha keni marrë pare. Ku kina marrë Bojan? Vetë në robotu që që fa strategje e vërdor, se shumë i furë. Po jo, mu kom këna kalzo vetë, bol mirë është bruda. Unë ka donë Ropuquki do trektime në TikTok kështë. Për një me. Po, pështë dhja që ke? Që kjo më nësë ku ka Ropuquk tjetër. Po që ata dhe mu se ka vjeda në mënej kësh. Ropuquk, a jeti? Hey, what is the highest number of... Që dhe ka ChatGPT jam animoj. Do me thonë, nuk e dija u konë 7-8, që shtu diqka. Kush e ka win rate në rrëth 50%, e ka këtot me të garantu me kështu 100%. Që bile po foli për qëto, tem të mirë më dha legend. Kush, qka u bo pëse? Ja, Ropuquk, se s'ko e këni tjene. Mos o got. Okej, gë. Jam do dhe me një vit kry qëto që na, qysh. S'kam pa këta në normal, sa. Arani se, djem, jo kam e bojt ashtë një spjegim shumë të mirë. Kejtë të që vetën për psiqik para nejtë ne. Që atë... Që? Fash më që të jaka alëzua në të dhash. Rënqetha. Rënqetha që shkaj isha included. Po qanjeri. Dhe zoj të vjetë. Si ta prejka, dhe që jam A, nëse ka po dhe ashtë një vetë posë që dhe ka. Hej, kujdes, dëgjoni tash, kështu në atje. Tash është esenca shkenca politike. Dëgjoni mirë për këtë ata që dojnë në aspekt psiqik me bo diçka në bost numra, fakte që është mëse normale po këta e marin kuku. Mirë, e po nëse do me këtë të meta. Tu pritën e kur petru. Ada, shuj? Okej, jena në rregull. Konfirmoma që jeni duke e po qëto, edhe dëgjon.
O, Jusuf, Kardesh. Do gjani tash. A jeni turku, ha? Po. Merhaba abi. Nasılsın? Okej. Zmadho, po ka dalë vrut se këto do gjani tash. Mirë është. Që kjo është i abi sen. Bende im. Brother, we have to remove the trading view chart just for you. Yeah, we're good. Thank you so much. Hope you're having a wonderful day and a wonderful week ahead, brother. Oh, kush jeni? Aurum. Okay, po, veç e prezentu më herët, apo e prezentu më herët. Kena vol për ty, Aurum. Kthehemi pak te qartat pra. Dëgjoni mirë. Këtu është probabiliteti i disa humbjeve, losing streak, brenda 1000 tregtimeve që e keni më bo. Tash, qëtu anën e majt janë win rate-i, do me thonë që bëhet, edhe anën e djathtë janë kolonat e tregtimeve. Tash, po e morim shembull një prej win rate-ave që është prej më të mirëve edhe tregtorët më të mirë e kanë këto prezent, është rreth 50% win rate që e kanë në strategjinë e tyre. Do me thonë, çfarë do me thonë me këto 50%? Me 50% po do me thonë që shancat e tyre që me zonë një tregtim janë 50% sarë që tregton. Është një win rate kogja shumë e mirë. Pezon pi 10 tregtimeve 5 i zonë, 5 i hupin. Dëgjoni tash mirë. Që kjo foto është fakt i numrimit, fakt i numrave, i përqindjeve, fakt i asaj çka më ka ndodhur mu, ka më ndodhur juve edhe gjithve. Edhe është diçka që ju duni me kuptu, edhe asnjëherë mos me leju veten mu ndiku prej humbjeve. Pse? E morëm si shembull në 50% win rate. Tani në 50% win rate, kjo është përqindja sa humbje ti kemi pas radhazi. Janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98%, 86%. Do me thonë, diku rreth 98% ti brenda këtij intervalit kohor, brenda këtij tregtimit të mëdha. 98% është probabiliteti që ti kemi pas 8 humbjera. 98 edhe win rate është nuk është 20-30, është 50%, do të thonë çdo tregtim e ki gjys. Po 98% të rasteve brenda këtyre tregtimeve me një shumë më të madhe, ti kemi pas 8 humbje radhazi, një mas një, bum. Unë e kum pas, ti kemi pas, kushdo që po e shoh këtë video, i ka pas ose ka vi pas. Pse se nuk është nga që kena, nuk ka që ka 100% win rate. Këto ishin veç do screenshot-a e do qësi sene, do qësi palavra që nuk kalzojnë kur as humbje as kur gjë. Ato janë, do me thonë, skemi industrisë, por ndryshe, nuk ka person që brenda këtyre tregtimeve nuk ka me pas të. Qa po do me thonë kjo? Që ti këtë e kitë garantuar për numra, edhe nëse vjen puna që ti ki 3, 4, 5, unë e kum qitë video mas 5 humbjeve këshire tregtimin një, që i kum thuj ketë ata. Është një video e kum bo vitin e kalum. A është qështu? Është do me thonë gjithë shka e faktume. Pse? Edhe është qështash 3, 5, 7, këtu po dhe 8 i kitë garantume. I hup, edhe ti thunë s'po funksionon strategjia, pse që ishëm katastrofë, edhe leke. A këtu ti kitë garantume që kemi pas qëta në bas numra. Edhe që kjo garancë ndodhë me një 50% win rate që e zemë si kur është diçka normale. Është normale me ndodhë losing streak. Po, a është kjo veç për humbje? Jo, është normale me pas edhe winning streak. Njëve na ka ndodhë i kena pas 8 fitime e radhazi, një mas një, edhe unë konë muj që win rate i qatë muj u konë 100%. A që shtu jena veç me apos? është fakt, i kena do më thonë me ka kej. U konë kjo vitin e kalum? Jo. Vitin e kalum edhe fillimin e çdo sen është i postum rrjetet sociale. Po, kush do më në të faktu, po na unë e kom për detyrim me që është fakt. Se dikosh ardës na ka njohur në fillim, na ka njohur. Po jo se ti më mund të duk që e di komi diçka të winning streak apo den. Po është e faktizuar. Jo, rrjetet sociale është gjithçka normale ato na Discord po na vësin. Krejta kemi. Që ka esenca me thonë është që edhe kur keni losing streak, edhe kur e keni një ditë keqe, një javë të keqe, a një muj të keq,
Nuk do me thonë ju s'deni, nuk do me thonë nuk po e përvalloni, nuk do me thonë luhatjet e emocioneve në bazë të rezultateve janë shumë gabimshme. Është mëse normale se kërkush nuk ka robot. Është mëse normale kush nuk njihesh mirë kur hup ose njihesh okay kur fiton diçka. Po jo ajo me zgo. Shembull, i ke hup 3 tregtime ren, mendon që s'din azat katër të thu, wow, ku me diçka u bona. Azat tjetër thu, okay, e kryta, ta mund të mendoj që është market jave. Luhatjet e emocioneve, si të ka tepërta, aty nuk ka stabilitet. Kur s'ka stabilitet, ti nuk sheh me synin e logjikës në aspektin iracional. Ti sheh me ato çka je tu e ndjej, me emocione, me sene e kështu me radhë. E kjo është një gabim që ti lyp se tu kur s'ka, bën tregtim kur s'duhet me bo. As në orë caktume, as në për qarta, as kur gjatë tjetër. Tjetër është, a morët një pjesëtari si arti me konë njëti nivel me ty ose më nartë, se nëse ti ki 7% win rate, atër në zonësit që është maj dopt e ka 50-60, dhe më thë, a mojnë ma rrit nivel tonin na i pilu? Nuk është esenca me arrit nivel tem, unë me bo edhe ma mirë, edhe ma shumë, edhe krejt, pa tjetër, është diçka që na e bojmë, që tash, krejt që po folin një, krejt që trektoj 2, e shumë sene tjera me radhë, këta që janë na i piru, që janë brenda, ose që e shuj ma vonë, këta krejt e din që po folin, jo sot, këta që janë na i piru që as 3 muj nuk i kanë bo ende, që akun postu në para, do më 2024, 2023, këta e din sa. Tash qa këmë bo, deri sa ka nërës menja sa ka mo, unë e kur këmë folë, qysh ka mundësi një pep me këthy maketin, këtë anon tjetër që këtë dy njoja pa të qunë kom, jo jetë o folë palavra, a shka se kanë kuptu, a më nuk u kom punat e një pipi e që kom të koha, edhe sot e kom të regu, a mo një men që të po, a din që këni mësu po, a be kuptoni, që shtu është e këtë, a mo pyte që më mira që e po, qka me ndoni për Romeon, si arti, 5 herë kam pyt, është e bon që pytje gjithë. Nga më kjo vetë, si arti e pas kamin. Po dhe, shka do të me menu, aja është master, këtu e keni monster. Se Blendi ka thonë pytje. Ai ka thonë, jone. Një strategji brut që për një me javë Blendi. Sa falem? Deri tash falem. Për si arti. Nuk është, edhe nëse mëson veç kështu, tash si pattern trading practice funksionon. Nëse nuk e ndjekni qysh ky market e ka gjuhën e vet që na flet neve, nëse qëtu nuk e keni kuptimin që na 60% nja përkushtojna qësojnë në fillim, e tana të strategjia me apliku, badi hava. Badi hava. Unë me reta shfarë gjuhë e folë marketi. Nëse si shkon si arti, qka ishe koncentru të ka ti? Qa më dhe? Nëse si shkon si arti, qka ishe koncentru? U konë si arti gjithë ta njetën, veç që nuk është publiku. U konë, shkon vitin 1800 qërë, shkon vitin 1900 qërë, shkon vitin 2000 qërë. Një sent mire kom su, likviditeti jena na vetë, lëvizim biti që. Po, kurse dim ku është jena valla. Qërë. Qërë. Na e kemi ditë ku është marrë, ku ka manipulu, e kemi ditë ku ta rjetu, edhe që ku ka shku. A kurse dim, na menuna që këto është break of structure, hina sell, e lëna stop lossin nalt edhe, na qeron. E ka marrë indusmentit a qenë që, Po. Këtë që? Po për gjohë di. Ja me që dorën e caktuar do me më qitë në malë. E Mëson. Kusha be? Po, ti pas ke me mësu, tash mësë në i kështë tjetë. Qka me ndonë për profil breakout për me bot trade crypto? Që dhe ga? Qka me ndonë për profil breakout për me bot trade crypto? Kur gjës me ndër heq, veç inshallah paguin, inshallah kanë sukses, ju që të rektoni me ta sa tas. E do po që vlijet një euro dhe cakta vetë, mos. Ja, do po që. Qështo? A, përfodojna, por... Do më hut krahën, okej. Qatë pas ban, mo? E sa të nolën kamera, do t'i di. Respekt, Respekt, Asek. Qa vëdhu? Ndeshe boksi pas me sonte, unë jam në fejri. Unë jam Joria. Va. Kur ta roki krashi. Uppercut. A pe kryna për sonte. Respekt edhe për ty, Alves. Faleminderit shumë të gjithëve, kjo video komplet, bile alo ma mirë, kam u postu në YouTube si gjithmonë,
mundësisht klikoni butonin follow, na ndiqni, shikoni video që kemi postu, që kemi postu, ato të podcastet, do me thonë sezonit parë, po ashtu kanë marrë të podcastet sezonit dytë, kushdo që s'ka mujtë me na ndjek e bojmë prap, po ka komente, po ka, do me thonë, tulli farë sene kështu, dhe po që dytë me dhe na vetë, për skeqi, ty be me kazu drejt, po inshallah na përqatarina këto, do me thonë, ja kam po shumë hajrin kështu podcastet e sene kejt, sidomos për likuiditeta nej. Po high of the week, low of the week, low of the day. Po këto sene që si përmen kur merë, që sa shumë shumë mirë, po përmenen shumë mirë. Përmenen se ju përmen pineve, që po kiss of death, ato shkajmë këto likuiditeti, torton supi, CRT-a, kejt, a kini po, që hini këshune pe vitit kalun ku kjena nis, do më thonë me kalzu pa për këto. Heq, edhe hinja këshunja kontentit kuj na doni, cili doni. Këshure a u përmen, a ka bo, a ka trektu, a ka folë qështë që shfolësa. Asnjo. Ketë janë që do me thonë, na kanë përcjell edhe ata që s'kani nati, sot kanë senet në gjashme që e bojnë në arri qashtu. Ata që kanë nati, apo ndrojnë emra, apo bojnë kështu, apo bojnë ashtu, dikush thot, a i qa gjithin, dikush thot, s'po kalëzë që kur gjoha, e kështu me ro. Kej tash janë, dhe më thonë që shosht da i lojmë për kemat ju veç i njekni. Kështu që, kjo është fakt. Edhe mu më vjen për mu lavdu në aspekt mirë, se në fundit që kemi folë që kjo është misionin që na e bojnë, që mi qelë sytë se i na konë në humnerë, nërësi, na konë në bunar. Ebe mu i kadar, të njëzirë për pjetë, edhe... Por që të arsye edhe shumë të firmat famshme edhe të mira na kanë bo band, dhe më thonë, se s'na kanë bo ata që jena trektar të mirë. Se i kena mytë i marë. Por që ata, na kanë bo band... Po firma e mirë bashkëpunon me trektar, çdo aspekt. Na jemi dëshirë atë punë. Po që ata dhe? Kështu që kjo është Kate esenca. Për ndryshe, respekt për Kate, po sa që më dhe shpak thëmë diçka. Adin se dikush mundet me keq kuptua në i sen, po respekt për Kate, si në mos na, ma me kam qef me mri një shqiptar se dikush i joni, adin se dikush i huji. Edhe pse se di sa është ona tjetër, se na zakonisht shqiptar pak jena, vëdin, unë edhe s'ka tjetër, po ajo s'ka gojle, se cili për veti, se cili ka rrosën e shkum, ajo e ka thonë. Po, esenca është që unë ju uroj keve shëndet, ju uroj mirësi, ju uroj krejtëve profite sa ma të këndshme, edhe ma pak hate, mundësisht, collaboration before competition. Mbëlla se e krytonë. Mbëlla se e krytonë. Turtle soup. Hani molla. Kalem që sa ma mirë. Kalem i mirë, faleminderit. Shifë. Natën e mirë.